kush e ban haxhin, edhe nëse e ka haxhin e pranuar, ju kanë fshi ke gjunohet. Krejt, komplet, do thot faktikisht kthehet sikur çka diçka e ka lind nana vet. Kështu është hadithi. Që është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi Do wasallam. të thonë ka lind nana vet bebe, s'pa gjunohe. Bebe ka lind nana vetë, do thot pa gjunohe, edhe ai do thot kur del prej fushës së Arafatit, apo faktikisht është pas një gjuna hiç. Edhe masanej do thot ai niset tefteri i di. 0-0. Po te ki tefteri është një sen me rëndësi që me njerëzit me mor halallëk, apitan. Jo për shembull dani kuna ti ke bon dam, dani kuna e ke vell, dani kuna e ke prevarit, dani kuna e ke tradhtuar, që dai përshkojnë haxhën e ti laj gjunohet. Ja. Mos për herë me njerëzit do thot do të mu pastru, me mor halallëk. Masani do thot me shkuën ato vendet atje, vendet e shenjta. Atje do thot Allahu dhul xhelal t'i fshin krej gjunohet të cilat kanë bajnë me ty dhe me Allah. Dvoglat mëdha do thot t'i fshin Allahu dhul xhelal, inshallah bidillah nëse pendohesh, edhe kthehesh do thot i pendu. Ne kjo është do thot ai kushti kryesor të se do thot do të me ditë secili. Jo për shembull dikush ka bën 100.000 dollarë, mos e thot po shkojnë haxhën e që tash Allah më fshi ke gjunohet. Shembull dikush ka pi shumë raki. Po. Edhe shtesh pendohet, shkon hax, i fshin këtë ato. Po normal. E zinaqari ai që ka po zinaj, ka tepru shumë ka po shkon hax, i pendum, inshallah Allahu dhul xhelal e fal. Abresh. 0-0, s'ka më gjuna. 0-0, po inshallah do thot Allahu dhul xhelal e fal, edhe inshallah Zoti ja fshin këtë gjest të keq, edhe inshallah sinqerisht pentohet përpara Allahu dhul xhelal.